Për gjatë 24 orëve të fundit, specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë referuar materialet në prokurori dhe kanë proceduar penalisht për veprën penale, drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt, 2 të mitur. Më konkretisht, në 24 orë në Vlorë janë proceduar penalisht një 17 vjeçar, pasi në lagjen 24 maj u konstatua duke drejtuar automjetin pa një leje drejtimi. Është proceduar penalisht edhe një tjetër 17 vjeçar, pasi në rrugën Gjergj Kastrioti u konstatua duke drejtuar ciklomotorin elektrik pa leje drejtimi. Gjithashtu, sipas policisë së Vlorës, në 24 orë, specialistët për hetimin e krimeve në policinë Vlorë kanë referuar materialet në prokurori dhe kanë nisur procedimi penal për shtetasin EK, 40 vjeç banues në Vlorë, pasi në datën 26 tetor në lagjen 28 nëntori dyshohet se ka vjedhur një shumë lekësh brenda një automjeti të parkuar. Po këta specialist referuan materialet për vlerësim, pasi në datën 27 tetor 2025 në lagjen Lev Sallata, Vlorë, për motive të dobta ja konfliktuar fizikisht me njëri tjetrin shtetasit AN 24 vjeç dhe DS 24 vjeç, të cilët kanë pësuar dëmtime të lehta trupore. Seksioni i trafikut urban dhe interurban në Sarand ka arrestuar gjithashtu në flagrans shtetasin NQ, 41 vjeç banues në Sarand, pasi në rrugën Butrindi u konstatua duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme hetimore.